Mësoni 3 arsye pse duhet të pini çaj jeshil çdo natë para gjumit. Çaji jeshil para se të flesh është ndër pijet më të rekomanduara nga studimet për të bërë një gjumë të qetë dhe të shëndetshëm, por duhet të bëni kujdes që të zgjidhni çajin jeshil pa kafeinë. Është zgjedhja e këtij lloji të çajit që është mjaft e rëndësishme. Këto janë arsyet kryesore të cilat tregojnë pse duhet të pini çaj përpara gjumit. Ju bëj me dije pa kafeinë. Ju ndihmon të qetësoheni. Nga pothuajse të gjitha studimet e kryera në këtë drejtim, ka rezultate se çaji jeshil ndihmon të qetësoni nervat dhe të ndjeheni të relaksuar. Të dyja janë mjaft të rëndësishme për të bërë një gjumë të qetë natën dhe për të pasur më shumë energji në mëngjes. Përmirëson metabolizmin. Studimet tregojnë se gjumi i qetë dhe i shëndetshëm ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në metabolizmin tuaj. Pastron toksinat e trupit. Gjatë ditës, trupi grumbullon mjaft toksina të cilat bëhen të dëmshme nëse vijon të konsiderohen të parëndësishme dhe të nënvlerësohen do të krijojnë probleme.